Imagjino një vend ku koha ka ndalur, ku asnjë zhurmë moderne nuk ka arritur të depërtojë, ku rrugët nuk ekzistojnë, ku bota jashtme është thjesht një legjendë e largët. Imagjino një fshat të fshehur thellë në malet e Shqipërisë, të mbuluar nga mjegulla, të rrethuar nga pyje shekullore, ku banojnë vetëm femra. Femra të bukura, të zgjuara, të forta dhe pothuajse të gjitha beqare. Jo sepse askush nuk i do, jo sepse nuk dëshirojnë dashurinë, por sepse bota nuk di si të arrijë tek ato. Ky nuk është një mit, ky nuk është një tregim i trilogjitur. Ky është realiteti i një fshati që ekziston ende sot, i fshehur pas kodrave, pas lumenjve, pas shtigjeve të ngushta që shumica e njerëzve nuk guxojnë t'i kalojnë. Dhe historia e tij do t'ju mbajë të fiksuar deri në sekondën e fundit. Para se të fillojmë këtë udhëtim të jashtëzakonshëm, dua të di mendimin tuaj. Shkruani në komente. A do të donit të jetonit në një fshat të tillë? A mendoni se izolimi mund të jetë një bekim apo një mallkim? Komentet tuaja janë ari për ne, dhe mos harroni të shtypni butonin në subscribe nëse nuk jeni ende pjesë e familjes son. Tani, le të nisim udhëtimin. Në zemër të Shqipërisë, mes malesh që duket sikur i kanë takuar qiellin me majat e tyre, gjendet një fshat që shumica e njerëzve nuk e dinin se ekzistonte. Nuk është shënuar në hartë me shkronja të mëdha, nuk ka shenja rrugore që tregojnë drejtimin drejt tij. Dhe nëse do të pyesje banorët e qytetave të afërta, ata do ta përshkruanin me një mister të veçantë, sikur po flisnin për diçka gjysmë të vërtet, gjysmë të ndëruar. Fshati quhet Bregu i Malit, por njerëzit atjeshëm e quajnë thjesht Bregu. Është një emër i thjesht, pothuajse i papërfillshëm, por pas tij fshihet një botë e tërë që ka mbetur e pandryshuar për breza të tërë. Një botë ku gratë kanë mësuar të jetojnë pa burrat, ku vajzat kanë rritur vetë, ku fëmijët kanë mësuar të ecin para se të dinin se çfarë ishte një qytet. Të arrish në Breg nuk është çështje e thjeshtë, nuk është çështje i 1 ore vozitje apo e 2 orëve me autobus. Udhëtimi drejt këtij fshati fillon ku mbarojnë rrugët e asfaltit, dhe nga aty e tutje çdo hap është si embleme artizanatit malsor. Tavolinat ishin prej drurit të trash, të skalitur me thik dhe dorë, me detaje të vogla florish e figurash. Çdo kut ishte mbushur me gjurmë femërie. Telaret e thurjes varesnin në përdhoma, me inde të papërfunduara, me fije të ndritshme që prisnin duart që do t'i vazhdojnë. Enët e argjilit, me forma të rumbullakta, vendosin në përrafteve. Bimë aromatike, trumëz, borzilok, nenexhek, thaheshin të varura nga trarët e tavanit si dekorim natyral me parfum. Dhe gjithandej, në përqoshet dhe mbi muret, fotografi të vjetra, portrete njerëzish të cilët koha kishte larguar nga kjo botë, por memoria e kishte mbajtur të gjalla brenda mureve të gurit. Por cili ishte misteri i vërtet i këtij fshati? Pse pikërisht aty? Pse pikërisht ato femra? Pse pikërisht kjo izolim i thellë kishin krijuar diçka kaq të veçantë? Përgjigja nuk ishte e thjeshtë, dhe as nuk mund të jepej në disa fjali. Për të kuptuar Bregun, duhej të kuptoje historinë e tij, historinë e grave dhe vajzave që e kishin bërë atë vendin që ishte, brez pas brezi, sakrifica pas sakrifice, buzëqeshje pas lotësh, punë pas lodhi, ëndër pas ëndre të pashprehur. Dhe ajo histori kishte filluar shumë kohë më parë, kur malet e Shqipërisë ishin edhe më të egra, edhe më të izoluara, edhe më të bukura se që janë sot. Fshati kishte nisur si shumë fshatrat malësor shqiptar të tjerë, si një grumbullim i familjeve të lidhura me gjak, me tokë, me tradit. Burrat punonin tokën, bariu bagtin, ndërtoja dhe mbroja fshatin nga rreziqet e jashtme. Gratë mbanin shtëpinë, rrisnin fëmijët, kujdesin për të moshuarit, qëndishnin, gatuanin, ruheshin me krenari. Ishte një ndarje pune e tillë që asnjëri nuk e vendronte, asnjëri nuk e sfidonte, asnjëri nuk e pyeste. Ishte renditja e natyrshme e gjërave, e dhënë nga koha. Por pastaj erdhi koha kur gjërat ndryshuan. Erdhi tërhiqja e qytetit, zëri i mundësive të reja, premtimi i pagave dhe i karrierave dhe i jetës pa vakte djerina. Burrat nisën të largoheshin nga malet, pastaj dilnin të tjerat. Gradualisht, dritaret ndriçoheshin me dritën e qirinjve dhe të llambave të vajit. Dyert e shtëpive hapeshin me gërmithin e drurit, i njohur dhe i qetës.
Figura pas figure, mbuluar me shall dhe xhaketë të trash leshi, dilnin në oborrin e tyre, frymëzoheshin ajrin e mëngjesit. Ajri ftohtë dhe i pastër si kristal, ajri mbushur me aromë pishe edhe dheu të lagur nga rosi i natës. Kasolet e baktis ishin destinacioni i parë. Lopët dhe dhitë dhe delet kishin nevojë të ushqeheshin dhe të mielëshin para çdo gjë tjetër. Kjo ishte rregulli, kafshët para njerëzve. Jo sepse kafshët ishin më të rëndësishme, por sepse kafshët jepnin qumshtin, jepnin mushin, jepnin leshrin dhe i kapërcenin çdo ditë me mirësinë e tyre pa kërkuar gjë tjetër. Prandaj meritonin prioritet. Vajzat e reja ishin ato që kujdesnin kryesisht për bagtin. Ato kishin mësuar të mielin lopën që nga mosha kur duart e tyre akoma ishin të vogla dhe nuk arrinin mirë. Kishin mësuar të dinin nëse bagtia ishte e sëmur nga shikimi, nga ngjyra e syve, nga ecja, nga zëri. Kishin mësuar të qonin kopenin në përshtegje malore ku barri ishte i gjelbër dhe i bollshëm, pa u humbur, pa u trembur, edhe kur ujku u lyrste nga larg. Mjekja e bagtis, Ervina, ishte ndër vajzat më të reja të fshatit, por me një hurim mbi shëndetin e kafshëve që do të kenë zili shumë veteriner qytetash. Ajo kishte mësuar fillimisht nga gjyshja e saj, pastaj nga librat e vjetër medicinave barishtore që ruheshin si thesare në kasafortën e fshatit. Kishte mësuar të bënte ilaçe natyrale nga bimët e malit, lirishtja për infeksionet, saçja për plagët, mëlçia e kafrit të malit për sëmundjet e stomakut. Kur nuk i kishte braktisur kafshët e saj, dhe ato ja kthenin me besnikëri të heshtur. Ndërkohë, në kuzhinat e shtëpive, fillonte ritmi i dytë i mëngjesit. Vatrat e ndezura hedhën dritë portokalli mbi muret e gurit. Enët e bakrit të fërkuara derisa shkëlqenin si pasqyra, rreshtoheshin mbi zjarr me bulzim të parë. Qumshti i sapomjel vendosej të zjej. Byrekët e djathit, specialiteti i mëngjesit, kërkonin duart e sprovuara të grave të mesit. Masa e brumit hapej me oklaji me lulizje të rrjedhshme, ritmike, sikur të ishin vallëzimi i heshtuar. Aroma e bukës dhe djathit dhe qumshtit të nxehtë mbushte çdo cep të fshatit. Ishte aroma e mëngjesit, e njohur dhe e sigurt, e cila thoshte: "Jemi gjallë, jemi mirë, dita nis." Gratë gatuanim me saktësi dhe me shpejtësi të marrë nga praktika, jo nga receta të shkruara, por nga memoria e duar. Nuk kishte ndërtesë shkollore formale, kishte diçka më të bukur. Çdo ditë, kur soli i mëngjesit zbardhte mjaftueshëm dhe arat prisnin punë, mësueset e improvizuara mblidheshin me fëmijët nën hijen e arrës së madhe, pemës më të vjetër të fshatit, me trunk kaq të trash sa 3 gra duhet të bashkonin duart rreth saj. Aty, mbi gur të barabartuar e mbi dyshek të bërë nga leshdele, fëmijët e bregut merrnin mësim. Mësuesja kryesore ishte Besnikja, 34 vjeçe, e mençura e njohur e fshatit, e cila kishte marrë arsim të mesëm në qytetin e afërt shumë vite më parë para se ta kthente rrugën drejt maleve dhe të vendosej ta kaloj jetën e saj mes njerëzve të vet. Ajo kishte qenë studente e shkëlqyer dhe kishte pasur mundësi të vazhdonte studimet e larta. Por diçka e kishte tërhequr mbrapa, jo dobësia, por zgjedhja. Kishte zgjedhur fshatin, kishte zgjedhur njerëzit e vet, kishte zgjedhur të sjellë dijen atje ku ishte nevoja më e madhe. Besnikja kishte metodën e saj unike të mësimdhënies. Nuk shpjegonte nga libra me zë monoton, integronte çdo mësim me jetën reale. Matematikën e mësonte përmes llogaritjes së të korrave. Sa kilogram grur do të kishte nevoja kjo familje për dimrin? Sa metra stof nevojiteshin për të bërë 2 xhaketa? Shkronjat i mësonte duke shkruar fjalë të njohura, emrat e bimëve, emrat e kafshëve, emrat e të afërmve. Gjeografinë e mësonte duke treguar malet rreth e rrotull, duke shpjeguar duke vendosur fshatin brenda hartës mendore të botës. Historia, dhe kjo ishte lënda e preferuar e Besnikjes, mësohej ndryshe. Ajo i ulte fëmijët rreth saj dhe tregonte historinë shqipe si tregim, jo si seri datash dhe ngjarjesh. Tregonte për luftëtarët e vjetër, për gratë heroike të maleve, për qytetet e lashta, për gjuhën shqipe dhe fatin e jashtëzakonshëm të saj mes gjuhëve europiane. Fëmijët dëgjonin me gojë hapur, me sy të ndritshëm, sikur historitë janë bërë veçanërisht për ta. Drita ishte nxënësja e veçantë. 9 vjeçe, e inta si shelgu i ri, me flokë të verdha,
të rrallë në fshatin malsor dhe me kuriozitet të pashuar. Ajo pyeste gjithçka. Pse qielli është blu? Si formohen ret? Pse pemët humbasin gjetet? Pse gjua shqipe ka fjalë kaq të ndryshme për ngjyrat e dritës? Besnikja i përgjigjej çdo pyetje. Ose, kur nuk dinte, thoshte me ndershmëri, nuk e di, por do ta gjejmë bashk, dhe i gjenin, duke hapur libra, duke lexuar, duke menduar. Por mësimi nuk ndodhte vetëm nën arrën, ndodhte kudo dhe gjithmonë. Ndodhte kur plakat tregonin rreth zjarrit historitë të fshatit dhe të familjes, ndodhte kur afërdita, duke punuar arën, shpjegonte vajzave më të reja pse po këtill duhej punohej kështu. Ndodhte kur Ervina tregonte si të njihje sëmundjen e kafshës, ndodhte kur gratë e tjera mësonin vajzat si të enin, si të qëndisnin, si të konservonin gjën për dimrin. Ky ishte edukimi holistik i Bregut, jo vetëm dijet akademike, por tërësia e jetës. Vajzat e Bregut mësonin të jetonin plotësisht me të gjitha aspektet, mendjen dhe trupin dhe zemrën dhe shpirtin. Dhe rezultati i këtij edukimi ishte i dukshëm tek çdo vajzë dhe grua e fshatit. Kishte të to një qetësi e brendshme, një siguri e heshtur që nuk vinte nga arroganca, por nga vetnjohja e thellë. Dinin kush ishin, dinin çfarë mund të bënin, dinin çfarë vlente dhe çfarë jo. Shpresa ishte shembulli më i qartë. 20 vjeçe, me trupin e ngritur nga puna malore dhe me mendjen e mprehur nga leximi i vazhdueshëm. Ajo kishte lexuar çdo libër të bibliotekës së afërditës jo një herë, por 2 e 3 fishe. Kishte mbjell një copë letre, e ka quajtur ditari im i fjalëve, ku shkruante fjalë të reja që mësonte, poezi të shkurtra, mendime të rastit. Jo për t'u treguar dikujt, vetëm për vete, vetëm sepse donte të kapte mendimin para se të fluturonte. Ditari i shpresës ishte një objekt i vogël çudish. Brendia e tij kishte fjalë shqipe dhe fjalë të mësuara nga librat, fjalë latine botanike për bimët e malit, fjalë gjeografike për format e tokës, numra astronomik për lartësinë e maleve, por kishte edhe diçka tjetër, mendime intime, pyetje të brendshme, shprehje ëndrash. Jo ëndra spektakolare, jo plane madhashtore, por ëndrat e fshehta që çdo zemër mban brenda. Ëndra për të njohur mirë nga dikush, ëndra për të ndarë një mëngjes me dikë të veçantë, ëndra për të parë detin, ëndra për të dëgjuar muzikë të gjallë. Deti. Ajo kishte lexuar aq shumë për detin, e kishte imagjinuar, e kishte ndarë imagjinatën me faqet e librave, e kaltëritë e thellë, e pakufishme, me valë që rridhshin pa lodhje. Por deti ishte larg fizikisht, larg logjistikisht, larg edhe konceptualisht për dikë që nuk kishte larë këmbët në ujë më të madh se rumi i bardhë. Dhe këtu fshihej melankolia e heshtur e Bregut. Bukuria dhe fortësia e grave dhe vajzave të tij ishin të pamohueshme, por brenda asaj bukurie dhe fortësie jetonte edhe një malli i pashprehur, malli i ndjer me paemër të saktë, mall për diçka që nuk e kishte patur kurrë, por ndoshta e çonte gjaku ta kishte njeri. Nuk ishte trishtim, nuk ishte ankesë, ishte diçka shumë më e komplikuar. Ajo ndjenje njeriu të plot brenda për brenda, u cili megjithatë din se jeta ka edhe dimensione të pashpjeguara, akoma pa shkelur. Kur mësimet e mëngjesit mbaronin dhe dielli arrinte mbije malin qendror, ora e punës intensive fillonte. Toka e Bregut nuk ishte e lehtë, malsorët e dinin. Toka malsore është e vështirë, por besnike. Ti jep shumë dhe ajo të jep shumë, ti e lije dhe ajo të braktis. Kishte kërkesa të vazhdueshme, ujtime kujdesshme, plehirim natyral, pastrim nga barët, kontrolle, korrje me kohë. Gratë e Bregut i kryenin të gjitha këto me disiplinë ushtarake dhe me dashuri familjare. Çdo grua dhe vajzë kishte parcelat e veta të tokës për të cilat ishte drejt për drejt përgjegjëse. Ishte sistemi i Vetë shinin gjysmë sekond para të gjithëve, se çfarë duhej bërë. Drejtoni ka prej jush, pa e kuptuar. Kalimi nga puna e mëngjesit tek puna e mbesditës kishte ritmin e vet. Gjatë orëve të nxehta, kur dielli qëndronte mbi kokë dhe ajri dridhej nga vap, puna intensive e arës ndalohej. Gratë ktheheshin nga arët, lanin duart, uleshin në hijen e pemëve të mëdha për pushimin e mesditës. Haj i thjesht, bukë kafshit, djarth të shtypen, ulli të kripur, domate direkt nga kopshti, ende të nxehta nga dielli. Pushimi nuk ishte i gjatë, por ishte i shenjtë. Ishte momenti i vetëm i ditës kur gratë qëndronin me njëra tjetrën pa ngutje, pa lizë detyrash. Bisedohej, krejt lirshëm, pa rregull, pa agjend. Historitë e ditës,
vëzhgimet mbi kafshët, shqetësimet për motin, kujtimet nga e kaluara, shprehjet e ndershme të ndjenjave. Ktu, nën hijen e pemëve, kishin lindur shumë miqësi të thella, shumë marrëveshje me zemrash, shumë mbështetje e heshtur e ato lloj ndihmave që nuk kanë emër, por pa të cilat jeta bëhej e pamundur. Kur Teuta, 25 vjeçe me sytë e gjelbër si mëllenjat e malit, kishte humbur nënën e saj nga sëmundja e rëndë, gratë e tjera e kishin rrethuar pa fjalë. Kishin qëndruar pranë, kishin zirë ushqim, kishin kujdesur për shtëpinë, kishin ndenjur natën kur nuk kishte gjumë. Nuk kishin thënë kurrë të kuptojë ose gjithçka do kalojë, sepse e dinin se disa dhimbje nuk kuptoheshin dhe nuk kalonin, por mbareshin. Kishin thënë thjesht, jemi këtu. Dhe kjo kishte qenë mjaftueshme. Pasditja sillte punë të ndryshme. Enjtja, thurja, qëndisja, artet e duarve të cilat ishin trashëgimia vizuale e bregut. Çdo shtëpi kishte tezgjahun e vet, të bërë prej druri nga familje brez pas brezi. Mbi to, gratë thurnin stofrat me durim të pashembullt, orë pas ore, fije mbi fije, model pas modeli. Flutura ishte thurrëse e madhe. 23 vjeçe, me duart e holla dhe të shpejta si shpend, ajo thurte me shpejtësi dhe saktësi të mahniqme. Modelitet e saj ishin të nënkuptojnë diçka, jo vetën bukuri dekorative, por mesazhe kodifikuara. Modeli i rrombeve të kuqe nënkuptonte dashurinë, modeli i yjeve të kaltër nënkuptonte dëshirën për liri, modeli i gjetheve të gjelbra nënkuptonte jetën dhe vazhdimsinë. Kush dinte t'i lexonte shpirtin e fshehtë të fluturës nëpërmjet stofit. Por flutura nuk e dinte se edhe vepra e saj ishte lexuar dhe lexohej me admirim. Një ditë kur udhëtari i rastit, tregtari nga qyteza e afërt që vinte 2 herë në vit me mallra bazë, kishte ofruar një çmim të mirë, flutura kishte refuzuar, jo nga kryelartësi, por sepse ato stofra nuk ishin mall, ishin poezi. Nuk mund të kuptohej bregu pa kuptuar natyrën rreth tij, dhe natyra rreth tij nuk ishte sfond, ishte personazh i plot, me temperament, me zë, me indikimin e vet të drejtë për drejtë mbi jetën e çdo njeriu atje. Byjet e bregut ishin mbretëritë e lartë, ahu, pisha, dushku, pemë shekullore me trunj gjigant dhe rrënjë të thella si kujtesa. Kur ecje brenda byllit, ndjeje diçka shumë specifike, jo frikë, jo makthimi i izolimit, por ndjenjen e të qenit i përfshirë brenda diçkaje shumë të vjetër dhe shumë të madhe. Ishte ngjashme me ndjenjen e kishës, por pa artificialitetin e njerëzve, e pastër, natyrale, e pashtrëmbëtuar. Gratë e bregut kishin lidhje me byllin si ato kishin me personin e shtëpisë. E njihnin çdo shtig, çdo hapësirë drite kur dielli hynte mes kurorëve, çdo burim uji të fshehur në rrënjë. Dinin kur riteshin bimet mjekësore, belladonna, kamilja e malit, sherbela, rigoni i egër. Dinin shtigjet e drerëve dhe vendet ku ulku ishte strofka. Por natyra nuk ishte vetëm burim, ishte edhe mësuese. Gratë kishin mësuar nga natyra durimin, si pema e arit 3 vjet pa dhënë fryte, por nuk dorëzohej. Kishin mësuar ciklet, si vera sjell bollëk, por dimri kërkon kursim. Kishin mësuar transformimin, si pelishi i vjeshtës kalbëzohej dhe shndrohej në pleh që ushqente gjethet e ardhshme. Drita e vogël, 9 vjeçaria me flokë të verdha dhe me pyetje të pambarueshme, kishte filluar vetë të bëjë një gjë të jashtëzakonshme. Kishte mbjell brenda kopshtit të vogël të shtëpisë bimë të ndryshme të mbledhura nga pylli, jo për t'i ngrënë, vetëm për t'i vëzhguar. Mbante shënime, me shkronja të dorës të fëmijës, pak të gabuara por të lexueshme, duke shkruar çdo ditë çfarë ndryshonte te çdo bimë, sa lart kishte rritur, kur kishte bërë lule, çfarë ngjyre kishin gjethet në kohë të ndryshme. Besnikja e kishte parë dhe kishte kuptuar menjëherë. Kjo fëmijë kishte mendjen e shkencëtares, kishte vëzhgim endjes së mendimeve. Kishte mësuar disa yje me emra nga enciklopedia e vjetër: Orion, Kasiopeia, Deneb, Vega. I njihte si miq të heshtur, gjithmonë atje, gjithmonë besnik, gjithmonë sipër. Kishte diçka qetësuese dhe njëkohësisht shqetësuese te yjet. Qetësuese, sepse tregonin se bota ishte shumë e madhe dhe problemet e vogla ishin të parë nga ato lartësi, edhe më të vogla. Shqetësuese, sepse tregonin gjithashtu se jeta ishte e shkurtër dhe mundësia për të parë e ndjerë gjithçka ishte e kufizuar.
Sa gjëra nuk do të shihte kur, sa bot ekzistonin larg maleve të saj që ajo kur s'do i takonte. Por nuk e lejonte veten ta zhvilloj shumë këtë mendim. Ishte e mençur për të kuptuar se melankolia e pashaluar nuk sillte mirë. Kishte mësuar nga vëzhgimi i grave të maturara rreth saj. Çdo njëra e tyre kishte dhimbjen e vet, mungesën e vet, çfarë nuk kishte patur e çfarë kishte humbur, por asnjëra nuk e kishte lënë atë mungesë ta ngrinte mbi punën e ditës, mbi lumturinë e thjeshtë të mëngjesit, mbi gëzimin e vogël të bukës të mirë dhe të qenurit të ngrohtë. Kjo ishte urtësia praktike e bregut. Koha në breg nuk matej me orë dhe data si në qytet. Matej me sezone, me rituale, me ngjarjet që ktheheshin çdo vit si rrotullimi i sferës toksore, i pashmangshëm, i parashikueshëm, i mirëpritur. Pranvera ishte festa më e madhe, jo me taban dhe muzik, por me ndjenjë. Kur bora fillonte të shkrinte nga majat e maleve dhe uji i largët dëgjohej duke rrjedhur, kjo ishte shenja. Gratë dinin para se ta shihnin, ndjenin ajrin, ndjenin erën, ndjenin diçka fizike sa ndryshimi i sezonit. Dhe dita e parë kur bore shihet pranverës, kishte një emocion kolektiv të heshtur, lehtësi, gëzim, falënderim. Mbjellja e pranverës ishte ritual. Farat ruheshin nga vjeshta e mëparshme, zgjedhja e farave ishte një art vet, ku duhej mbajtur fara nga bimët më të forta, jo vetëm nga ato me fryte të mëdha. Kjo ishte gjenetika e fshatarëve, e praktikuar pa emrin shkencor. Çdo grua dinte cilat fara të mbillte, në çfarë toke, në çfarë distance, në çfarë thellësie. Mbjellja nuk bëhej vetëm me dorë fizike, kishte edhe formulim mendor. Nën Nazmia, para se të fillonte, qëndronte disa çaste me sytë mbyllur dhe duart shtypura mbi farat brenda lundarës. Askush nuk e pyeste çfarë bënte. Të gjitha e dinin, lutej, ose mendonte, ose dërgonte ndonjë mesazh të heshtur drejt farave, drejt tokës, drejt qiellit. Kishte diçka të përshtatshme dhe të respektuar te kjo çast e heshtjeje para pune. Vjeshta sillte korrjet, dhe korrjet sillnin festën e vërtetë. Gratë dhe vajzat bashkoheshin për korrje si njësi e madhe, ç'njëra e kishte mbollur, të gjithë korrnin bashk. Arat bëheshin vend grumbullimi, dëgjoheshin këngët e punës, ritme pa fjalë të mbrojtura, ose me fjalë shumë të vjetra sa nuk kuptohej kuptimi, por ndjehej forca. Kjo që muzika autentike e bregut, jo prodhim, jo performancë, por shprehje natyrale e trupit në rrezet e fundit të diellit vjeshtor. Puna e korrjeve zgjaste ditë të tëra, por askush nuk e ndjente si barr. Kishte diçka ushqyese tek fakti i punës kolektive. Truri lirohet, trupi punon dhe ndjenja e qenjes pjesë e diçkaje të madhe mbushet çdo çast. Gratë gëzoheshin, të vërtet, sinqerisht, pa pretendim. Tregonin shakara, herher ndonjë gazë shpinte deri tek t'i qeshurit me lot me kthim mbrapsht të kres. Kjo gaze e natyrshme dhe e plot ishte ndoshta gjëja e parë që vëzhgonte çdo i huaj që arrinte të hynte në fshat. Si mund të ishin aq mirë gratë që kishin aq pak? Mirë, po kjo pyetje vet tregonte keqkuptimin themelor. Ato nuk kishin pak, kishin mjaftueshëm, dhe midis mjaftimit dhe bollëkut, vija e lumturisë ndodhej shumë herë pikrisht aty. Dimri ishte stina e qetësisë dhe e punës të brendshme. Kur bora mbushte shtigjet dhe fshati u bë i paarritshëm, jeta u tërhoq brenda shtëpive, rreth vatrës, bëhej puna e duarve, qënditja i mimt, riparimi i rrobave, thyrja e rripave dhe çantave dhe mbulesave, por bëhej dhe diçka tjetër, tregoheshin historitë. Plakat ishin ruajtesat e historive. Çdo mbrëmje dimri, kur fëmijët mblidheshin rreth vatrës, ndonjëra e tyre niste një tregim. Histori të fshatit, histori nga legjenda. Afërdita kishte qëndrimin. Edhe kur ishte e lodhur pas punës, edhe kur kishte humbur gjumë, edhe kur kishte pesha mbi shpinë, ecte me kokën lart dhe me shpinën lajt. Jo nga krenaria e rreme, por nga dinjiteti i brendshëm. Ajo mënyrë e veçantë si qëndron dikush që di mirë kush është dhe nuk ka nevojë ta demonstrojë. Flutura kishte duart. Duart e saj ishin të holla dhe të gjata, me gishta të holla që lëviznin me graci të natyrshme. Kur thurthe, kur qëndiste, kur bënte punën e çfarëdo lloji,
Duart e saj dukeshin si krahu i shpendit, me qëllim, me elegancë, pa gjeste të kota. Besnikja kishte zërin, zë i ulët, i ngrohtë, me rezonancë që mbante fjalët e saj edhe pasi kishin mbaruar të dëgjoheshin. Kur mësonte, kur tregonte histori, kur thjesht fliste, kishte një cilësi muzikore të zërit, e cila bënte që njerëzit të donin të dëgjonin edhe kur ajo thoshte gjëra banale. Shpresa kishte heshtjen. Kjo mund të dukej paradoks, por heshtja e shpresës kishte cilësinë e tij të veçantë, jo si zbrasti, por si plotësi. Kur qëndronte heshtën, ndjeje se mendonte shumë, se mbrënda asaj heshtjeje zhvillohej diçka e madhe, dhe kur fliste, pas asaj heshtjeje, fjalët kishin peshë të veçantë. Por bukuria nuk ishte vetëm fizike. Ishte dhe ajo bukurie brendshme që nuk mund të fotografohet, por ndihet menjëherë, karakteri. Gratë e bregut kishin karakter të formuar nga sfida dhe nga vlerat e transmetuare, me soliditet të rrallë. Ishin të ndershme, deri në diskomfort. Kur bënin gabim e pranonin, kur nuk dinin diçka e thoshin, kur nuk binin dakord, flisnin, jo me agresivitet, por me qartësi. Ishin besnike, fjalë dhënë mbahej, edhe kur ishte e vështirë, edhe kur rrethanat ndryshoheshin. Kishte ndërta besnikëri të tillë që edhe vite pas premtimit, apo vite pas humbjes së personit të cilit i kishin premtuar, mbanin angazhimin si të ishte bërë dje. Ishin të forta, jo me egërsi, por me qëndrueshmëri. Kur goditeshin nga humbja, nga sëmundja, nga fatkeqësia, nuk coptoheshin. Lëkundnin, po, por rrënjët mbeteshin dhe ngridheshin sërish. Ishin të buta, cilësi e cila shpesh bëhej gabimisht e ngatruar me dobësinë, por nuk ishte. Butësia e tyre vinte nga forca. Ato ishin të buta sepse nuk kishin nevojë të mbroheshin pas ashpërsisë. Kishin mjaftueshëm siguri të brendshme për të lejuar veten të ndihen, të shprehin butësi, të kujdesen pa ndjerë se po humbistin diçka. Por çfarë ndodhte brenda zemrave të tyre? Jashtë duke e qartë, jeta e organizuar, puna e vazhdueshme, solidariteti i heshtun, bukuria e maleve. Por brenda ishte botë tjetër, plot ngjyra dhe nuanca që kur nuk dilnin plotësisht në sipërfaqe. Çdo grua dhe vajzë e bregut kishte ëndrat e veta. Jo ëndra spektakolare të ambicjes megalomane, por ëndra njerëzore, intime, të sinqerta. Rozafa ëndronte të shihte qytetin e madh, jo për të ljetuar aty, jo për të braktisur fshatin, por thjesht për ta parë me sytë e vet, si dukej. E kishte imagjinuar shumë herë, rrugë të gjëra me makina, dyqane me dritare të ndritshme, njerëz të shumt duke ecur me nguti drejt destinacioneve të panjohura. Do t'i donte? Ndoshta jo, por do ta kuptonte botën e saj malsore pak më mirë nëse do ta kishte krahasuar. Ervina ëndronte të studionte veterinare. Jo të largohej, por të kthehej me dije zyrtare, me diploma, me mënyra të reja trajtimi. Kishte gjëra që nuk dinte si t'i bënte, dhe kafshët vuanin. Kjo e mundonte. Dashuria e saj për kafshët ishte e tillë që çdo vuajtje e tyre ndihej si dhimbje fizike. Besnikja ëndronte, dhe kjo ishte ironi e heshtur, të kishte kohë të lexonte pa ndërprerje, si mësuese, si organizatore, si qendra e shumë problemeve të fshatit. Koha e saj e lirë ishte e rrallë. Kishte libra në bibliotekë që i kishte nisur dhe nuk i kishte mbaruar. Kishte mendime që i kishin ardhur gjysmë të formuara dhe i kishte lënë pezull sepse erdhi dikush me nevojë. Ëndronte të kishte një ditë vetëm për vete, me librin dhe me qetësinë. Flutura ëndronte të shiste storin e saj dikund, jo për para, për njohje, për të ditur se dikush tjetër, larg bregut, mbante brenda shtëpisë diçka të bërë me duart e saj, diçka të menduar me zemrën e saj. Ishte një nevojë njerëzore shumë e thjeshtë, nevoja për t'u lidhur me botën nëpërmjet artit. Teuta ëndronte dashurinë. Kjo ishte ëndra e fshehur, e papranuar hapur, e mbajtur me kujdes brenda si flamur i hedhur nën stres. Ëndronte dikë që ta shikonte me atë lloj shikimi, specifik, i personalizuar, i destinuar vetëm për të. Dikë që ta njihte jo si antare e komunitetit, jo si kolege pune, por si individ, vetëm atë, me gjithçka që ishte dhe ishte. Kjo ëndër e dashurisë nuk ishte dobësi, nuk ishte ankim ndaj jetës, ishte thjesht njerëzore, aq njerëzore sa frymbarja, aq e natyrshme sa dëshira për ujë kur je i jetshëm. Teuta nuk e fshihte sepse i vinte turp, e fshihte sepse dinte se ëndrat e thjeshta, ato që i mban shumë larg zemrës, shpesh lëndojnë më shumë kur thuhen me zë. Shpresa ëndronte shumë gjëra, por kur nuk vendoste njërën mbi tjetrën. Ëndrat e saj rridhnin pa rregull si lumi i bardhë të fshatit, herë shpejt e herë ngadalë, herë të qeta, herë me bubullim. Donte të dinte shumë gjëra,
donte të shihte shumë vende, donte të ndiqte. Gjose nuk mund. Disa kishin mundësi. Besnikja kishte patur rastin e studimeve. Disa vajzat të tjera kishin pasur ftesa nga të afërmit në qytete, por kishin zgjedhur të qëndronin. Pse? Kjo pyetja nuk kishte përgjigje të vetme. Kishte shumë shtresa, lidhja me tokën, frika e ndryshimit, dashuria e vendit, por edhe diçka tjetër, shumë më e thellë. Kishte ndjenjën se largimi do të thoshte humbje e vetes, jo fizike, por shpirtërore, se ato, të larguara nga malet dhe nga ritmi i tyre i lashtë, do të bëheshin diçka tjetër, diçka pa rrënjë, diçka që mund të ecte, por nuk dinte ku shkonte. I dyti mister, pse burrat nuk vinin? Kishte gjithmonë mundësinë teorike, ndonjë i ri nga fshati tjetër, ndonjë i largët i familjes, por nuk vinin. Ndoshta izolimi i penalizonte, ndoshta fama e fshatit si vendi grave i trembnin, siç i tremb njerëzit gjithçka e ndryshme. Ndoshta thjesht nuk e dinin, por kishte edhe mundësia tjetër. Ndoshta gratë e bregut, pa e thënë me fjalë, kishin vendosur kolektivisht të mos i lejonin të vinin ata që nuk meritonin. Standardi i tyre ishte i lartë, jo nga arroganca, por sepse dinin çfarë vlente dhe nuk pranonin më pak. I treti mister, tingujt e natës. Disa gra tregonin se natës, kur gjithçka binte heshtje dhe vetëm shiu ose era flisnin, ndinin diçka. Jo tinguj konkret, por vibracion. Sikur malet flisnin mes tyre, sikur natyra kishte konversacione të veta ku njerëzit ishin vetëm dëgjues. Nën Nazmia e quante frymëmarrja e malit dhe nuk e shpjegonte tutje. Disa e quanin fantazi të ndjeshëm të trembur nga errësira, disa besonin. Dhe i katërti mister, ndoshta më i rëndësishmi, lumturia. Si mundej? Si mundej të ishin kaq mirë, kaq të qeta, kaq të plota, kaq pa ankesë të mëdha, me mungesën e shkëmbyeshmërisë, me punën e rëndë, me izolimin, me ëndrat e parealizuara. Si mundej? Ndoshta përgjigja ishte e thjeshtë, ndoshta lumturia nuk ishte prodhimi i rrethanave të jashtme, por i raportit me veten, me tjerët dhe me botën rreth. Ndoshta gratë e bregut kishin gjetur atë raport, jo me filozofi ose me meditim, por thjesht me jetuar sinqerisht, duke bërë çfarë duhej, duke dashur ata që kishin rreth, duke mos kërkuar diçka tjetër vazhdimisht. Por misteri mbetej, dhe misteret, siç e dinte shpresa nga librat e shumt, nuk janë problem për t'u zgjidhur, janë gjëra për t'u ruajtur. Kishte ndodhur një herë, dhe kjo tregohej brez pas brezi si ngjarje e madhe, stuhia e madhe e dimrit. Kishte ardhur pa shumë paralajmërim. Disa shenja kishte pasur. Qielli kishte marrë ngjyrë të veçantë, një lloj gri metalike me reflekse gjelbëruese, ngjyrë që nën Nazmia e kishte njohur menjëherë dhe kishte thënë: "Mblidhuni." Por gjithësinë e saj nuk e kishin parashikuar asnjë. Bora kishte filluar pas mesnate. Brenda orëve të para kishte rënë aq shumë sa dyert e shtëpive nuk hapeshin dot. Era kishte fryrë me forcë të tillë që trarët e vjetër të disa shtëpive kishin filluar të kërcasin. Temperatura kishte rënë nën zero me gradë të shumta, dhe më e keqja, ishte ndërprer ujësjellsi improvizuar i fshatit, i bllokuar me akull. Gratë ishin mobilizuar menjëherë, asnjë urdhër i qartë nuk ishte dhënë, secila dinte çfarë të bënte. Afërdita kishte organizuar sistemin e ngrohjes. Çdo shtëpi e cila kishte dru të mjaftueshëm do të hapte derën për ato pa dru. Nuk kishte pyetje, nuk kishte hezitim. Dyert u hapën. Ervina kishte vrapuar në përbor deri tek kasolet e bagtis, ndihmuar nga flotura dhe rozatha, dhe kishin zhvendosur kafshët e brishta brenda shtëpive. Po, kafshët brenda shtëpive, xhitë e reja, pulët, velet e brishta, nuk kishte alternativë tjetër. Besnikja kishte mbledhur gjithë bashk në shtëpinë e saj, shtëpia me vatër më të madhe, dhe i kishte mbajtur të ngrohtë me tregime dhe me punë dore, dhe me ngrohësin e trupit kolektiv. Asnjë fëmijë nuk kishte fjetur mbrëmjen e stuhisë me ankesë ose veanetje. 2 ditë kishte zgjatur stuhia, 2 ditë pa ujë të rrjedhshëm, me dru të kursyer, me ushqim të matur, e pastaj kishte qetësuar, papritur, sikur ishte lodhur edhe ajo. Kur kishte hapur borën dhe ishin dalë nga shtëpit, fshati ishte mbuluar plotësisht me të bardhë. Shtëpit dukeshin si kupoltha të vogla, gurje dhe bore. Pyet ishin plak argjendi dhe mbi të gjitha
Qielli kishte qenë blu i pastër, si kishte ndërtuar veçanërisht për ditën pas tuhis. Gratë kishin qëndruar disa çaste, pa bërë asgjë, vetëm duke parë. Ishte bukurie jashtëzakonshme, e bler me 2 ditë vështirësie. Ishte bukurie tipit që nuk mund ta shikoshe pa ndjer diçka, thellë, brenda, aty ku fjalët nuk arrinin. Pastaj kishin nisur punën e pastrimit, normalisht. Por kjo ngjarje kishte mbetur në memorien kolektive të bregut, jo si trauma, por si provë e kapacitetit të tyre, Gjatë atyre 2 ditëve, sillte lajme nga bota e jashtme. Tregonte çfarë ndodhte në qytetet e afërta, çfarë kishte dëgjuar nga rrugët, çfarë ndryshime të mëdha po ndodhnin jashtë. Gratë dëgjonin me kujdes, me interes të sinqert dhe njëkohësisht me qetësi të asaj që dëgjon, por nuk alarmoheti. Bota e jashtme ndodhte, e dinin, por nuk ishte forcë ta ndryshonte botën e tyre. Herëherë vinte edhe dikush tjetër i rastit, ndonjë mërgjimtar i humbur ma rruga, ndonjë bari nga fshati tjetër që kishte ndjekur kopete veta shumë larg, ndonjë fotograf i ri nga qyteti i dëgjuar për fshatin dhe kurioz. Fotografin e mbante mend shumë. Kishte ardhur i ri me kamera të madhe varur nga qafa, me veshje qytetare që nuk i shkonin fare maleve. Kishte pasur sytë e hapur gjerë, të mbushur me admirim të sinqert. Kishte fotografuar me kujdes dhe me respekt. Kishte pyetur çdo herë nëse mund të fotografonte, nuk kishte ngulur kamerën tek askush pa leje. Gratë kishin qenë të rezervuara fillimisht, kjo ishte natyra e tyre me të huajt. Por me kalimin e orëve, rezerva kishte shkrirë. Jo plotësisht, jo kur plotësisht. Kishte gjithmonë shtresë mbrojtëse, por mjaftueshëm sa ai i kishte parë si ishin vërtet. Kur kishte ikur, pas 3 ditëve, me premtimin se do të kthehej e kur nuk kishte bërë, fshati kishte mbetur pak me ndjenjë të çuditshme. Ndjenjë e ndërmjetme, as nostalgjia sepse nuk kishte pasur raport të thellë, as lehtësia sepse ndonjëherë prania e dikujt nga bota tjetër të bënte të ndjeje fshatin ndryshe, më të vogël, pak si kafaz. Teuta kishte qenë ajo që kishte ndjerin më fort. Jo sepse kishte pasur ndonjë ndjenjë romantike ndaj fotografit, nuk kishte, por sepse prania e tij i kishte kujtuar se ekzistonin gjëra dhe botë që ajo nuk do i njihte kurrë, njerëz dhe ide dhe perspektiva që kurrë nuk do arrinin deri tek ajo. Dhe kjo ndjeshmëri e kishte mbajtur zgjuar një natë tjetër duke shikuar yjet dhe duke menduar. Por edhe ajo natë kishte kaluar dhe mëngjesi kishte ardhur, si gjithmonë, para agimit. Nuk mund të tregoje fshatin pa i kushtuar kohën të mjaftueshme nën Nazmies. Ajo ishte ignorabile, ishte plaka, ishte urtësia, ishte memoria e gjallë, por ishte edhe shumë më tepër se kaq. Ishte lidhja e gjallë mes brezave, njeriu i cili kishte parë ndryshimet e mëdha dhe mbetej i qetë para tyre, e cila kishte humbur njerëz të shumt dhe mbetej e plot, e cila kishte jetuar mjaftueshëm për të ditur se asgjë nuk ishte aq e rëndësishme sa dukej kur ishte larg. Në Nazmia kishte fytyrën lashtë, jo të rrudhosur thjesht, por të skulpturuar nga koha, si guri i lumit i formsuar nga ujërat pafund. Çdo linj kishte historinë e vet. Kjo rrudh linde kur humbi burrin e saj shumë vite më parë, kjo tjetra nga vitet e punës intensive, kjo tjetra nga të qeshurat e shumta. Se kishte qeshur shumë, kjo ishte gjëja e parë që të befasonte. Sa shumë qeshte një grua me kaq shumë dhimbje të kaluar. Kishte mësuar herët se gazi nuk ishte refuzim i dhimbjes, por bashkjetim me të. Mund t'i kishe të dyja, dhe duhej t'i kishe të dyja, sepse pa gaz, dhimbja bëhej e pabarballueshme, dhe pa dhimbje, gazi bëhej i cekët. Ajo kishte qenë grua e parë e fshatit, jo zyrtarisht, nuk kishte titull, nuk kishte votim, por de facto fshati e konsideronte si zërin final në çdo vendim të rëndësishëm. Kur kishte mos pajtima, kur kishte dilema, kur duhej vendosur diçka e vështirë, pyetej Nazmia. Ajo nuk vendoste shpesh me urdhër, zakonisht pyete. Pyete derisa njeriu i tjetër e gjente vetë përgjigjen. Ishte metoda e saj e urtë, nuk mund t'i japësh zgjidhje dikujt për të cilin do duhet jetoj me të, mund vetëm t'i ndihmosh ta gjejnë. Kishte diçka filozofike te nën Nazmia, që ajo vetë nuk e quante filozofi, e quante mendje të drejtë. Kishte parë shumë njerëz të shuhen pas kijete dhe kishte mësuar të kujdesur se çfarë kishte vlerë të mbante brenda. Nuk mbante inat,
Jo sepse nuk kishte arsye të kishte, por sepse kishte parë se inati peshonte shumë dhe nuk ja vlente të barte. Nuk mbante gabime, jo të tjerëve as të vetes. Mbante kujtimet e mira, mbante të mësuarat, mbante ato çaste të bukura të vogla që shumica e njerëzve i harronin para se të mbaronin. Kishte thënë një herë rreth vatras kur ndonjëra nga vajzat e kishte pyetur se si duhet jetuar mirë, duaje çfarë ke, mëso çfarë mungon, nuk nxito asgjë dhe nuk harro çdo ditë. Viola kishte rritur vajzat e saj duke u treguar, jo thënë, por treguar me shembull, se si qëndrohet drejt kur gjithçka rreth je shkon shtrembër. Kishte pasur vite të vështira. Kishte pasur momente kur bara e fshatit, bara e familjes, bara e vetë mjaftueshmërisë kishte qenë mbi durim. Nuk kishte rënë, dhe vajzat e kishin parë dhe e kishin mësuar në heshtje. E vogla e tyre, Drita, nëntëvjeçarja me flokë të verdha dhe kuriozitetin e pashuar, ishte ndoshta fruti më i qartë i kësaj transmetimi brezash. Kishte mendjen e mprehtë të gjyshit mësues, energjinë e nënës Viola, kuriozitetin e vet unik. Ishte kombinimi i historisë familjare dhe i vetë saj, si çdo njeri, por me veçantinë e saj. Kur plakat tregonin histori brez pas brezi, transmetonin gjithashtu mënyrën e të trehurit. Fëmijët mësonin jo vetëm për mbajtjen e historive, por edhe formën, pauza dramatike, ngritja e zërit, heshtja e rëndësishme para kulminacionit. Kjo ishte trashëgimia orale, art verbali nën kuptimit dhe ritmit, i cili nuk mund të shkruhej dhe as nuk nevojitej, sepse mbetej gjallë nëpërmjet trupave dhe gojave të atyre që e mësonin. Këngët ishin transmetimi veçantë. Kishte këngë pune, ritme të thjeshta, melodi të thjeshta për të mbajtur hapat e punës kolektive. Kishte këngë gëzimi, të shpejta, me vale dhe lëvizje, të kënduara në festa e korrjet. Kishte këngë melankolie, të ngadalta, me melodi gjarpëruese, për mbromjet kur dukej se dita kishte qenë shumë e vështirë dhe shumë e gjatë. Dhe kishte këngë dasme, të kënduara për martesat e rralla, me fjalë që trebonin shpresën dhe bekimin dhe dhembjen e ndarjes. Ato këngë dasme kënoheshin herë edhe pa dasëm. Kënoheshin vetëm kështu, rreth zjarrit, si kujtim i diçkaje të dëshiruarës, ose si urim, ose si vetëm sepse melodia ishte e bukur dhe deseronte të dëgjohej. Teuta i këndonte shpesh, vetëm, kur mendonte se askush nuk e dëgjonte, por gjithmonë dikush dëgjonte. Dhe askush nuk thoshte asgjë, e linin të këndonte, sepse zëri i saj me atë melodi kishte diçka që ja vlen të ruhet në heshtje. Shpresa kishte një kopsh të vogël që e konsideronte krejtësisht të sajin. Ishte një cep i vogël toke, rreth 10 metra katror, pas shtëpisë së familjes. Jo për prodhim, kishte art tjetër për prodhim. Ky kopsht ishte diçka tjetër. Ishte vendi ku mbillte gjëra jo për t'i ngrënë, por për t'i parë. Lule që nuk ishin të dobishme praktikisht, trëndafila të ebër, vjollca alpine, lule kuqet e malit me petale si mëndafshi i holl. Bima aromatike vetëm për aromën e tyre, lavanda, rozmarin, borzilok me gjethe të mëdha si duar fëmijësh. Kopshti i shpresës ishte vendi i saj i meditimit, edhe pse nuk do ta quante kurrë kështu. Ishte vendi kur shkonte kur kishte nevojë të mendonte pa ndërprerje, kur kishte nevojë të ishte vetëm pa u ndjerë braktisur, kur kishte nevojë të merrte frym thellë dhe ta ndjente ajrin me të gjitha shqisat. Punonte kopshtin me dorë, çdo lule e plantonte vet, çdo bar të keqe e hiqte vet, çdo deg të tharë e prerte vet. Kishte ditur t'i jepte çdo bime të drejt ujin, jo shumë, jo pak. Të rriturët, pa kuptuar, gratë ninin të qeshin së bashku me fëmijët, duke parë gjëra të vogla qesharake, duke kujtuar veten fëmijë. Kjo ishte mundësia e vitit, të mblidheshin të gjitha të lira nga detyrat, të këndonin dhe valzonin dhe gëzoheshin pa arsye tjetër veç vetë gëzimit. Nuk ishte mundësi e vogël, ishte ndoshta diçka e madhe, kapaciteti i njerëzve për gëzim pa mjet material, gëzimi si gjendje e brendshme e lejuar. Por kishin edhe dimra të brendshëm, jo metafora, por periudha reale vështirësie emocionale. Izolimi kishte çmimin e vet. Edhe për gratë më të forta e më të ekuilibruara, kishte periudha kur gjithçka dukej shumë e ngurtë, shumë e njëjtë, shumë e kufizuar. Kur malet nuk dukeshin si mbrojtje, por si mure, kur heshtja e fshatit nuk dukej qetësi, por boshllëk, kur puna e vazhdueshme nuk dukej kuptim plote, por e pareshtur.
Këto periudha kishin emër, e zeza e dimrit. Edhe kur binin jashtë stinës dimrit, ishte shprehje e hershme asaj që mjekët modern do ta quanin depresion, por në breg trajtohej me metodat e veta. Metoda e parë dhe më efektivja ishte prania. Kur dikush hynte në të zezën e dimrit, gratë e tjera nuk e linin vetëm, jo me fjalë të mëdha konsolimi, jo me këshilla, thjesht ishin e ty. Vinin të ndihmonin me punë pa u pyetur, sillnin ushqim pa pretekst tjetër. Uleshin pranë dhe punonin punën e tyre, duke lënë hapësirë, por jo boshllëk. Besnikja kishte mbajtur ditaret e saj kur kishte kaluar periudha të tilla. Kishte shkruar çfarë ndjente, jo për ta analizuar, por për ta lëshuar, si ta hiqte nga brenda dhe ta vendoste jashtë, ku kishte hapësirë. Kjo metodë, të shkruajturit si terapi, ishte zbulimi i saj personal dhe e kishte ndarë me shpresën, e cila e kishte adoptuar dhe zgjeruar. Metoda tjetër ishte natyra. Kur ndihej shumë e rënd, afërdita dilte, edhe kur ishte ftohtë, edhe kur ishte shi, edhe kur nuk kishte arsye. Dilte dhe ecte. Në përshtigjet e njohura, në përpyllin, deri tek lumi. Ecja ishte terapia e saj. Trupi lëviz, mendja lëviz me të. Diçka shpërbëhej me ecjen, nuk digjej plotësisht, por zbehej mjaftueshëm. Dhe kishte edhe metodën e Nazmijes, tregimi. Kur do kush ndihej shumë keq dhe nuk dinte as pse, Nazmia fillonte të tregonte. Tregonte histori të njerëzve të tjerë, jo si moral leksioni, jo si shiko sa kanë vuajtur të tjerët, por si kujtim se dhimbja ishte e ndarë, se nuk ishe i vetëm brenda saj, se njerëzit para teje e kishin ndjerë dhe kishin dalë. Kjo sillte ngushëllim, jo zgjidhje, por ngushëllim. Pyetja e madhe, e padëgjuar por e ndjerë, ishte gjithmonë e pranishme si hije. Çfarë do ndodhte me bregun? Bota po ndryshonte. Edhe malet nuk ishin imune ndaj ndryshimit, jo ndaj kushteve natyrore, por ndaj presionit gjithnjë e më të rritur të modernitetit. Rrugët ndërtoheshin ngadalë, paksa, edhe drejt vendeve të largta. Logaritmia ekonomike ndryshonte. Ferma e vogël malsore po bëhej gjithnjë e më e vështirë financiarisht. Ndërkohë alternativat qytetase dukeshin gjithnjë e më tërheqëse, sidomos për të rinjt. Fëmijët e bregut do të rriteshin. Drita do të bëhej adoleshente, pastaj e rritur. Ajo me mendjen e shkenstares, çfarë mundësie do të kishte, çfarë zgjedhjeje? Shkollimi i lartë kërkonte largim, largimi kërkonte vendim, vendimi kishte çmimin e vet, fitimi diçkaje, humbja tjetër gjëje. Shpresa e kishte menduar shumë herë, kishte menduar jo vetëm për veten, por edhe për dritën dhe vajzat e tjera të reja. Dëshironte për to mundësi reale, jo vetëm teorite. Dëshironte se drita kishte laborator ku të bënte eksperimentet e veta, jo vetëm kopshtin e vogël. Dëshironte se flutura kishte treg ku ta shiste artin e saj. Dëshironte se Teuta kishte rastin të takonte dikë denj me dashuri të vërtet. Por kishte edhe diçka tjetër. Dëshironte që cila do të ishte zgjedhja e tyre, ta bënin me dije dhe me liri, jo nga nevoja apo nga frika. Dëshironte se largimi, nëse vinte, të ishte zgjedhje, jo ikje. Dëshironte se qëndrimi, nëse qëndronin, të ishte gjithashtu zgjedhje, jo pa aftësi për largim. Rozafa kishte pikpamjen e vet. Ishte optimiste, natyrshëm gjithmonë. Besonte se bregu kishte tërbave brez të kaluara. Toka mbante kujtesa, jo si legjendat, jo si mitet, por si fakte konkrete. Forma e ndërtimit, mbetjet e materialeve të vjetra, prirjet e çuditshme të bimëve të njohura si efekti asaj që kishte rritur toka aty vite më parë. Kur punonin tokën, gratë punonin me kujdes, jo me brutalitetin e atij që shfrytëzon, por me kujdesin e atij që bashkëpunon. Harronin minën pa nevojë. Nuk linin tokë lakuriq gjatë dimrit. Mbulonin me kashte dhe gjetet kalbura, shtres mbrojtëse dhe ushqyese njëkohësisht. Rotacionin e kulturave bënin instinktivisht. Dinin se toka duhet pushuar herë-herë. Dinin se kulturat ndryshme sjellin dhe marrin lëndë ushqyese të ndryshme. Ishte bujqësi organike e pa etiketuar. Thjesht mënyra e tyre e punimit, e trashëguar nga koha para se kimikate artificiale të ekzistonin,
dhe e mbajtur jo nga dogma, por nga rezultatet e mira. Viola kishte thënë njëherë se toka ishte si njeri. I jep respekt, të jep kthim. E trajto mirë dhe do t'jetë bujar. E maltreto dhe do të bëhet e egër. Kjo ishte filozofia e saj agrare, shumë e thjeshtë, shumë e plot. Kishte muzikë të heshtur në breg. Muzikë që nuk ndigjohej me vesh, por ndihej me trup dhe shpirt. Ishte muzika e ritmeve, ritmi i punës kolektive, ritmi i këngëve, ritmi i ecjes në përshtigjet e njohura. Njerëzit janë qenie ritmike. Trupi ynë funksionon me ritme, zemra rrah, fryma hyn e del, gjumi alternohet me zgjim. Gratë e bregut jetonin në harmonin me ritmet natyrore, zgjimi me agimin, shtryrja me perëndimin, ciklet sezonale, ciklet mujore. Kjo harmoni kishte efektin e thellë të qetësisë. Flutura ishte muzikantja informale e fshatit. Jo me instrument, por me zë. Kishte zë mezzo-soprano, të ngrohtë dhe me vibrato natyral. Kur këndonte gjatë thyrjes, gjithë shtëpia mbushej me atë zë si me diçka të dukshme, si me dritë ose aromë. Kishte repertorin të pasur, këngët e vjetra malsoret, këngë dashurie, këngë pune, këngë fëmijësh, por herë improvizonte, meloditë e reja, fjalë të saj, diçka nga brenda që donte të dilte. Improvizimi i fluturës ishte i çuditshëm. Jo gjithmonë i bukur harmonikisht sipas normave muzikore, por gjithmonë autentike. Kishte ndjenjën e diçkaje direkte, të pakontrolluar, të vërteta. Disa prej melodive të saj improvizuara kishin mbetur, gratë i këndonin pastaj, i kujtonin, i transmetonin. Ishte kompozitore pa u quajtur, krijuese pa e njohur veten si e tillë. Këngët e bregut kishin strukturë tipike të polis shqiptare. Iso-polifonia, tipar unik i muzikës popullore shqiptare, ku zëri kryesor lëvizke mbi bazën e vazhdueshme dhe harmonike të zërave të tjerë. Kjo nuk mësohej formalisht, mësohej duke ndigjuar, duke u bashkuar, duke rregulluar instiktivisht zërin tënd me të tjerave. Ishte demokratike muzikisht, nuk kishte star, nuk kishte performues dhe audiencë. Kur këndonin bashk, të gjitha ishin njëkohësisht krijuese dhe audiencë njëra tjetrës. Kishte një ritual specifik, darka e fundit e vjeshtës, para mbylljes së dimrit. Kur korrite e fundit dhe konservohej e fundit, kur drypër dimrin stivosej dhe baktia kalohej plotësisht në stallë dimrore, gratë mblidheshin të gjitha për darkën kolektive. Jo në shtëpitë e veta, bashk në shtëpinë më të madhe, ose jashtë nëse moti lejonte, rreth zjarrit të madh. Çdo njëra sillte diçka, gatuante i prej dhuratave të vitit, prej punës së duarve të veta. Ushqimi ishte kështu kolektiv, rezultati i trunit dhe punës të gjithave të mbledhura në tryezë. Darka e fundit e vjeshtës kishte karakter falënderimi, jo i drejtuar nga feja ose dogma, por falënderimi spontan, njerëzor, ndaj vitit kaluar, ndaj tokës që kishte dhënë, ndaj njëra tjetrës që kishin qenë aty, ndaj shëndetit, ndaj forcës, ndaj mundësisë për të qenë ende bashk. Nazmia mbyllte gjithmonë darkën me disa fjalë, të shkurtra, të zgjedhura mirë si gjithmonë. Fliste për vitin, çfarë kishte qenë e vështirë, çfarë kishte qenë e bukur, çfarë kishin mësuar. E mbyllte gjithmonë me të njëjtën frazë. Dimri vjen, por pranvera vjen pas tij. Mbajeni zjarin. Mbajeni zjarin kishte dy kuptime. Fizik, mbajeni vatrat të ndezura për të kaluar dimrin, por edhe metafor. Kishte momente kur ndjeheje se malet flisnin. Nuk kishte iluzion, nuk kishte misticizëm i rrem. Ishte fenomen fizik. Zërat që ktheheshin nga sipërfaqet e shkëmbinjve, tingujt e erës në përpyje, rënkimi i pemëve në ngarkesën e borës, zhurma e ujit në përgur. Të gjitha bashk krijonin këtë ndjenjë se malet kishin zërin e vet. Gratë e bregut ishin mësuar ta dëgjonin, jo si magji, si informacion. Lloji i erës, drejtimi i saj, intensiteti i tingullit të lumit, sjelljet e kafshëve të egra, lëvizjet e zogjve, të gjitha ishin sinjale. Malet flisnin dhe ato dëgjonin, jo me bestytni, por me ekologji të brendshme të thellë. Afërdita kishte aftësinë të lexonte këto sinjale sakt si barometri. Kishte paralajmëruar stuhinë e madhe, jo me kohë të sakt, por shumë orë para se të fillonte.
Kishte një shqisë gjeografike që kishte surprizuar edhe ato që e njihnin mirë. Por kishte edhe dimensionin tjetër, dimensioni i raportit emocional me ambientin. Kur ndihej e rënduar, shpresa shkonte tek mali, qëndronte aty, ulur mbi gur, duke dëgjuar. Nuk priste asgjë specifike, thjesht lejonte veten ta pranonte ambientin, aromën, tingullin, ajrin, dritën. Dhe kthehej gjithmonë ndryshe nga si kishte shkuar. Jo me zgjidhje, jo me përgjigje, por me perspektiva të ndryshme, me ndjenjen se gjërat ishin pak më në vend. Ishte ndoshta ajo çfarë meditatorët modern do ta quanin mindfulness, por pa etiketën, pa aplikacion, pa gujtë zanore. Thjesht prania e plot brenda momentit dhe brenda natyrës. Kishte raporte të veçanta mes nënave dhe vajzave në breg, raporte që kishin thellësinë e lashtë të lidhjes biologjike dhe kulturore. Viola e kishte rritur dritën ndryshe nga nënat e tjera, me shumë liri dhe me shumë kufi të qartë njëkohësisht. Liri ta eksploronte botën rreth, ta pyeste çdo gjë, ta kundërshtonte nënën kur kishte arsye. Kufi të qartë, vlerat bazë, respekti ndaj të moshuarve, ndershmëria, kujdesi ndaj të tjerëve. Brenda atyre kufive, drita mund të ishte plotësisht vetja. Drita e shfrytëzonte lirin tërësisht, ishte kudo, dinte gjithçka, pyeste të gjitha. Nën Nazmia e quante bletën e fshatit, gjithmonë lëvizte, gjithmonë mblidhte, gjithmonë sillte diçka të re. Kjo e bënte edhe të dashur edhe ndonjëherë të lodhshëm, varësia nga se sa energji kishe atë ditë. Por lidhja mes Violës dhe dritës kishte thellësinë e vet specifike. Kishte momente kur drita ndalonte papritur së qenuri fëmijë aktive dhe bëhej diçka tjetër, e qetë, vëzhguese, e matura. Kishte qaste kur shikonte nënën me atë shikimin e vëmendshëm dhe Viola ndjente se po lexohej nga fëmia e vet. Ky ishte ndërrimi i roleve i butë, jo dramatik, thjesht natyral. Viola e dinte, drita do të largohej një herë. Kishte mendjen e fortë dhe kuriozitetin e pashuar, dhe bota rreth fshatit ishte shumë e vogël për ta. Jo se bregu nuk kishte vlerë, kishte shumë, por drita kishte atë lloj inteligjence që nuk mund të plotësohej plotësisht brenda kufive të njërit vend, sado të dashur ai vend. Viola nuk e zemëronte kjo, e trishtonte pak, sepse largimi kishte çmimin e ndarjes, por trishtimi kishte pranuesmërinë e vet, dhe pranimi kishte dinjitetin e vet. Rritja e fëmijëve sipas Violës ishte kjo: i rit aq mirë sa mund të largohen pa u thyer dhe i do aq shumë sa të kthehen pa u shtyr. Kishte pasur largime, edhe pse të rralla. Njëra vajzë, para disa vitesh, Lumja, 25 vjeçe atëherë, kishte vendosur të shkonte. Kishte marrë pak rroba, pak ushqim, pak para të kërcyera me vite dhe kishte shkuar me tregtarin gjatë njërit nga vizitat e tij. Kishin ecur në përshtigjet malore, kishin arritur tek rruga e parë e asfaltit, njëri nga njëri, si yjet që shfaqen pas perëndimit, të rrallë fillimisht, pastaj gjithnjë e më shumë, derisa qielli ishte i mbushur. Nën Nazmia u ul mbi gurin e saj të preferuar, gurin e madh pranë krojit, të ngrohtë ende nga dielli i ditës. Shikoi fshatin rreth e rrotull me sytë e atij që ka kohë të shikojë. Çdo lëvizje, çdo dritare që ndriçohej, çdo tym i fillimit të vatrës, i dinte të gjitha, i lexonte si tekst të shkruar posaçërisht për të. Shpresa erdhi dhe ul pranë saj, zakoni vjetër mes tyre, takimi i mbrëmjes rreth krojit. Qëndruan heshtën disa qaste, duke dëgjuar këngën e fluturës dhe tingullin e lumit, dhe zërat e fundit të zogjve mbrëmjes para se gjumi t'i zinte. Qielli po mbushej me yjet e parë. Nuk kishte zemër të vetme, kishte shumë zemra. Zemra e bregut rrahte brenda çdo shtëpie, brenda çdo vatre, brenda çdo kënge dhe çdo histori dhe çdo dorë pune. Rrahte brenda heshtjes së Nazmijes dhe brenda gëzimit të dritës, brenda vendosmërisë së afërditës dhe brenda ëndërrimit të shpresës, brenda artit të fluturës dhe brenda dashurisë së heshtur të Teutës, brenda mësimdhënies së besnikjes dhe brenda kujdesit të Ervinës. Por kishte edhe një zemër kolektive, diçka që rrahte kur ishin bashk,
diçka që nuk ekzistonte kur ishin vetëm. Ishte ajo energji specifike e komunitetit të vërtet, ku pjesa e tërë ishte më shumë se shuma e pjesëve, ku prania e njëra tjetrës krijonte diçka të re, hapësirë sigurie dhe gëzimi dhe kuptimi, hapësirë ku secila mund të ishte plotësisht vetja pa frikë. Kjo ishte gjëja që lumja kishte humbur në qytet. Kjo ishte gjëja që fotografit i kishte shpëtuar kamera. Kjo ishte gjëja që vizitorët e rrallë ndinin, por nuk mund ta shpjegonin. Ndjenjen se ky vend kishte diçka specifike dhe të rrallë, diçka që bota moderne kishte humbur dhe nuk dinte si ta gjente sërish. Ishin thjesht gra shqiptare, malsoret, të izoluare, pa privilegje të mëdha, me jetë të vështira dhe me mundësi të kufizuara, por kishin ndërtuar mes tyre dhe mes vendit të tyre diçka të pakontullizueshme, komunitet të vërtet, jetë me kuptim, dashurinë e vlerësuar. Jo sepse ishin të veçanta nga natura, por sepse kishin zgjedhur, çdo ditë, në zgjedhjet e vogla të çmendurit të kësaj jete, ta ndërtojnë atë gjë me duart e tyre. Ishte nata e fundit e vjeshtës, nata para se dimri të vendosej zyrtarisht, nata kur ajrin mori aromën e akullit të parë dhe yjet dukeshin më afër se zakonisht. Gratë ishin mbledhur të gjitha rreth vatrës së madhe të shtëpisë së Nazmias. Kjo ishte tradita e kësaj nate. Të gjitha bashk, pa arsye tjetër veç qenjes bashk, kishin sjell gjërat e tyre të thurjes, gjërat e tyre të qëndisjes, librat e tyre. Por pak punë bëhej vërtet. Kryesisht qëndronin dhe flisnin dhe dëgjonin. Nazmia filloi të tregonte. Historia e saj kësaj nate ishte gjithmonë e njëjtë. Historia e fillimit të bregut, historia e grave të para që kishin mbetur kur burrat kishin larguar, historia e zgjedhjeve të vështira dhe bëra me dinjitet. Jo histori trishtimi, histori force. Fëmijët ulnin syt në përpunë, por veshët ishin hapur gjerë. Drita kishte lënë plotësisht librin e saj dhe shikonte Nazmien me ata sytë e verdh, plot vëmendje. Shpresa dëgjonte dhe ndjente njëkohësisht diçka duke rrjedhur brenda. Ndjenjen e lidhjes me linjën e gjatë të grave para saj, me historitë e tyre, me forcat e tyre, me sakrificat e tyre. Flutura nisi të këndonte me zë të ulët, thuajse vetvetiu, ndërkohë që Nazmia tregonte. Melodia ndiqte ritmin e historisë, e ngadalsonte kur historia ngadalsohej, e ngrite kur ngrihej intensiteti. U bë gjysmë tregim, gjysmë këngë, gjysmë diçka pa emër, formë as laste shprehjeje njerëzore. Brenda dhe jashtë, bota kishte marrë qetësinë e natës. Malet qëndronin të heshtura, lumi fliste me zë të ulët, yjet ndritnin pa lëvizje. Afërdita do të ngrite agimin, do të shkonte tek ara e saj, do të merrte grushtin e tokës dhe do ta ndjente mes gishtave, strukturën, lagështinë, aromën. Do ta dinte çfarë kishte nevojë. Gjithmonë dinte. Besnikja do të mësonte nën arrën e madhe, do t'i përgjigjej pyetjeve pa fund të dritës, do të gjente libra të rinj, do të mbante gjallë zjarrin e dijes brenda fshatit si kujdestare e zgjuar e thesarit më të çmuar. Ervine do të kujdesej për kafshët, do të mësonte vazhdimisht, do ta ndjente dhimbjen e çdo kafshe si të veten, do të bënte çfarë mundej me aq sa kishte. Flutura do të thurte, fije pas fije, model pas modeli, mesazhi kodifikuar brenda stofit, poezi pa fjalë, art pa galeri, bukuri pa audiencë, por jo pa kuptim. Kuptimi i saj ishte i plot, edhe pa u parë nga askush. Nazmia do t'ulej mbi gurin e saj pranë krojit çdo mbrëmje, do të shikonte fshatin me sytë e atij që di dhe do të priste. Jo me ankth, jo me nostalgji, me praninë e plot të dikujt i cili ka mësuar se çdo gjë ka kohën e vet, dhe kohën e vet e ka gjithçka. Dhe bregu vet do të vazhdonte, me apo pa rrugë të re, me apo pa ndryshime të mëdha, me largime dhe kthime, me humbje dhe me ardhje të reja, me dimrat vështirë dhe pranvera të bukura. Do të vazhdonte si zemra e tij kolektive e urdhëronte, ngadalë, me siguri, me vazhdimsi. Malet do të qëndronin, lumi i bardh do të fliste, qielli do të mbushej me yje çdo natë të pastër, ara do të kthejnë gjelbërim çdo pranverë, zjarri do të ndizej çdo mbrëmje dimri. Dhe gratë e bukura, të forta, të mençura, të dashuruara me jetën e tyre, do të ishin aty. Brenda kutisë së vogël të drurit, letrat e shpresës prisnin. Prisnin jo me nëndurim, letrat nuk nxitojnë. Prisnin me qetësinë e gjërave të shkruara me zemër të plot, e lënë të jenë çfarë janë. E vërteta e momentit të ngurtësuar, e pa prekshme tani nga koha ose nga ndryshimi i mendimeve.
Kishte letra drejtuar maleve. Po, drejtuar maleve, ku shprehte falënderim për mbrojtjen dhe bukurinë dhe qetësinë e tyre. Kishte letra drejtuar Nazmiës, ku i thoshte gjëra që nuk i thoshte dot me gojë nga emocioni, sa e donte, sa e admironte, sa kishte ndikuar tek ajo, sa do e humbiste kur kohat kishte tërhequr atë dritë nga fshati. Kishte letra drejtuar atij dikujt të panjohur, letra të shumta, të pandërprera, të shkruara herë me mall, e herë me gëzim, e herë me qetësi filozofike. Je aty diku, e di. Dhe nëse ndonjëherë rrugët tona do të kryqëzohen, do të doja të dije se kjo gjë, jeta ime këtu, në këto male, mes këtyre grave të mrekullueshme, ka qenë e vlerë, ka qenë e vërtet, ka qenë me gjithë mangësitë dhe mungesat e saj, e bukur. Shpresa mbyllte kutinë, e vendosi ku gjithmonë, mbi raftin e drurit, pranë dritares nga ku shihin malet. Jashtë nata kishte rënë plotësisht, yjet ndritnin, lumi fliste, fshati shpirtonte. E priti pranverën e radhës. E ardhmja e bregut ishte e hapur, si çdo e ardhme e vërtet, por e kaluara e tij ishte e sigurt, e gravizuar në gur dhe në këngë dhe në duart e grave që kishin punuar atë tokë me dashuri, breza të tëra. Dhe e tashmja rrahte si zemër, e gjallë, e ngrohtë, e vërtet. Fshati ekzistonte, gratë e tij jetonin, dhe historia e tyre, kjo histori, mbetej. Kjo ishte historia e bregut. Fshati shqiptar i harruar nga bota, por jo i harruar nga vet ai. Fshati ku gratë mësuan të jenë të plota vet, ku bukuria nuk kishte nevojë për audiencë, ku dashuria kishte forma shumë, ku forca nuk kishte gjini. Nëse kjo histori ju la diçka brenda, një mendim, një ndjenjë, edhe vetëm një pyetje, atëre ka arritur atje ku synonte. Shtypni like nëse ju a vleu udhtimi. Subscribohuni nëse doni të vazhdoni të eksploroni historitë e fshehura të Shqipërisë dhe komentoni. Jemi kurioz, çfarë ju lëndoi zemrën më shumë nga kjo histori?